kur mendon njeriu që i mrin maja të drejton një institucion stabil, jo çdo kush mendon ti reket studimeve dhe të shkojnë në Londër, veç mas kur i keni edhe 3 fëmijë. Po, e di. Je një shembull inspirimi, po ka buru kjo iniciativë, ky guxim për ta ndërmarrë këtë hap. A keni pas me dyshje, a ka qenë sfidues si vet? Ja 10 herë ku ndosh më kthy. Kom pas momentet krizat e mia që kom ndosh më kthy, e kom pas një shoqe në Londër nga Gjakova që ishte shoqe e shkollës fillore, Frosina Morina, cila më ka gjetë shumë, ajo bashkë me familjen e saj më kanë tokëzu një farë mënyrë kur kisha momente që desha më kthy. Kom pas presion që nëse ky vendim është i duhur, nëse është i duhur, çdo 3 javë ku marr në Kosovë, po natyrisht kam mjaftuar edhe për fëmijë, edhe vajzat dhe djali janë mërzit. Ka qenë, do të thoja ka qenë vendimi më egoist që ku marr herë, sepse nuk jam person egoist, po kjo ka qenë diçka që e morra, edhe po e them për herë të parë, sepse nuk e din mami, kjo ka qenë mbajtja e premtimit që ja kom bu nanës teme. Ajo gjithmonë ka dashur me kry master, edhe ka dashur me kry një master dika jashtë vendit, edhe e mbajta këtë premtim asaj, se shumë njerëz dhe të familjes edhe jashtë më kanë thonë çka po duhet, ti je regjisore, çka po duhet, edhe në Londër bile çka për shkak i arti e ki këtë eksperiencë. Ka qenë me mbajt premtimin. Mbajtja e premtimit është diçka që unë e kam shumë pikëdopt, edhe vetë ndaj tjerëve, por edhe tjerë ndaj meje. Nëse nuk e mbajnë premtimin, për mua janë bëhet një farë devalvimi i personalitetit njerëzve.